Një studim i fundit mbi racizmin në Gjermani ka të dhëna shqetësuese. Vërtet? Është rritur domethënë indeksi i racizmit? Po, në Gjermani racizmi tani mund të thuhet me këtë lloj studimit është përditshmëri dhe jo një përjashtim. Ky është rezultati që thot monitorimi kombëtar i diskriminimit dhe racizmit, është një nga anketimet në fakt më gjithëpërfshirëse që është bërë ndonjëherë për racizmin dhe diskriminimin në Gjermani. Janë intervistuar më shumë se 10.000 njerëz në të gjithë Gjermaninë dhe madje e ngarkuara gjermane kundër diskriminimit Ferda Ataman tha, këto rezultate janë dhe një alarm, po dhe një mandat për politikanët. Ne kemi një nga ligjet më të dobta kundër diskriminimit dhe duhet të bëjmë më shumë për këtë gjë. E marr vesh. Tani, cilat kategori preken nga ky lloj diskriminimi, nga racizmi? Sidomos njerëzit që shihen nga gjermanët, pra nga pjesa tjetër e popullsisë shumicë, ata që shihen si migrantë, si musliman, pavarësisht nëse janë apo jo migrant, ata mund të jenë këtu ndoshta kush e disa vite, 30 vite, po pamja e tyre jashtme, ose sepse mbajnë shami, ose për shkak të ngjyrës së lëkurës, ose se kanë flokët e errët. Një për shembull i tregoi Deutsche Welles, ku sa hyr në Straßenbahn me vajzën gjithmonë më shikojnë shtrëmbër. Më shumë se gjysma e njerëzve pra që janë të dallueshëm nga pamja e përjetojnë diskriminime në Gjermani të paktën një herë në muaj, kurse gratë muslimane mbi 60% e tyre përjetojnë diskriminim në Gjermani.